Dukuria e njohur si eskorta zhvillohet goxha shumë në Kosovë dhe policia në vazhdimsi ka trajtuar raste që lidhen me dyshimin për përfshirje në veprimtarinë e prostitucionit. Persona që zbulohen se kanë ngisht në raste të tilla janë kryesisht shtetase të huaja, të cilat veprojnë më së shumti në kryeqytet. Së fundmi 2 vajza nga Kolumbia, të cilat qëndrojnë në Prishtinë për të ofruar shërbime seksuale, kanë qenë cakivjedhjes. Marrëveshja e tyre për të kryer marrëdhënie seksuale u kushtoi 2 vajzave kolumbiane, të cilat përfunduan si viktima në polici. Siç merr vesh Sinjali, bëhet fjalë për 4 persona të moshave 18, 19, 20 dhe 21 vjeçar, të cilët me kërkesën e 2 vajzave shkuan në banesën e tyre. Burimet brenda prokurorisë kanë bërë me dije se njëri prej tyre kishte lënë termin për shërbime seksuale me to në këmbim të parave, ndërsa shokët e tij shkuan bashkë me të. Por ndonse puna dhe pagesa u kryen, të rinjt Prishtinas që po e prisnin shokun e tyre nuk dolën duar thatë. Sipas të njëjtave burime, ata kanë kryer vjedhje në banesën e kolumbianeve, ku kanë marrë qindra euro para të gatshme, stoli të ndryshme dhe parfume, e më pas janë larguar. Megjithatë, denoncimi i rastit vuri në lëvizje policinë dhe u ndërmarrën veprimet e nevojshme. Grupi i dyshuar për vjedhje u arrestua dhe u shoqërua në stacion policor, ku janë intervistuar lidhur me rastin. Ndaj tyre prokurori i shtetit ka urdhëruar masën e ndalimit policor.